trupat e aviacionit amerikan, zviceran dhe hungarez të caktuar në komandën rajonale lindore në kuadër të misionit të KFOR-it, janë bashkuar për një fluturim mbi kampin Bondsteel të Kosovës. Në një postim në Facebook bëhet e ditur se trupat amerikane fluturuan me UH-60 Black Hawk, hungarezët fluturuan me H-145M dhe zviceranët fluturuan me aeroplanin AS-532 Cougar. KFOR-i vazhdon të zbatoj mandatin e tij bazuar në rezoluton 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjetë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe mënyrë të paanshme. KFOR punon me koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë, thuhet ndër të tjera në këtë njoftim të lëshuar nga KFOR-i në rrjetet sociale, ndërsa bashkëngjitur janë shpërndar edhe disa foto